Edhe Besnik Bislimi del I përfshirë në rastin e rezervave shtetërore. Në serinë e re të bisedave në WhatsApp të zyrtarëve të Ministrisë së Tregtisë, paparazzi zbulon implikimin e ish-zëvendës kryeministrit në diskutimet për blerjen e rezervave shtetërore. Ish-zëvendës kryeministri Besnik Bislimi përfshihej në proces, ndonse nuk dihet nëse ai posedonte certifikat sigurie për qasje në materialet e klasifikuara. E sipas dosjes së prokurorisë, certifikat sigurie nga AKI nuk posedonte asnjëri nga zyrtarët që zhvillonin procesin në WhatsApp. Në një nga komunikimet e zhvilluara më 16 mars 2022, ish-ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë përcolli një shqetësim tek Besnik Bislimi për sasinë e sheqerit që planifikohej për rezervat shtetërore. E a duhet më shumë sheqer, po pyet zëvendës kryeministri. A dojmë me shtu rezervë sheqeri? Përcolli Hajdari sugjerimet në grup. Zyrtari përgjegjës për rezerva Hafez Garaj tha se sipas planifikimeve nuk ishte nevojshme rritja e sasisë së sheqerit. Ne planifikuam 10 milionëshin dhe na u duk mjaftueshëm kjo sasi, u përgjegj Gara. Por zëvendës kryeministri Bislimi sipas mesazheve të Hajdarit kishte sugjeruar ndryshe. Zëvendës kryeministri thot me 1000 ton sheqer jemi stabil. Vijoi ish-ministrja dhe pyeti: mos është shumë? Biseda në të cilën Hajdari e përfshinte Bislimin në diskutimet për rezervat shtetërore u zhvillua në një fazë kritike të procesit. Në periudhën e mesazheve, Ministria e Tregtisë kishte nisur negociatat me një biznesmen në Poloni, të cilat po I ndërmjetësonte sekseri Ridvan Muharremi. Gara insistonte se 100 ton sheqer ishin të mjaftueshëm. E kemi derën qelë te polaku, por a është pak si tepër? U përgjigj Gara. Ministrja do t'ju bindej urdhrave të Bislimit. Një ditë pas sugjerimeve të tij, Ministrja e Tregtisë rriti sasinë e sheqerit të kontraktuar, tregojnë faturat e lëshuar në avans për blerjen e vajit dhe sheqerit nga kompania Xanto në Poloni. Sasia e sheqerit të porositur u rrit në 120 ton, tregon fatura e mint me numër 1548 Viz 02 e lëshuar më 17 mars 2022. Ministria e Tregtisë pagoi në avans 276.000 euro kompaninë e udhëhequr nga Tomas Tokarski për 200.000 litra vaj dhe 120.000 kilogram sheqer. Madhrat nuk erdhen asnjëherë. Tokarski, një biznesmen polak me lidhje në Kosovë, ishte kontaktuar nga sekseri Ridvan Muharremi, pasi të dy ishin njohur në restorantin e sekserit në Prishtinë më 2021. Sipas dëshmisë që ortaku Tokarskit, kosovari Nezir Idrizi, I ka dhënë prokurorisë speciale. Atë vit Tokarski kishte hapur në Kosovë një biznes në ortakëri me Idrizin dhe I duhej një lokal me qera. Me Ridvan Muharremi ne kishte diskutuar mundësinë e marrjes me qera të një lokali në pronësi të tij, sipas dëshmisë së Nezir Idrizit. E në gusht të vitit 2023, avokatura shtetërore paditi kompaninë për shkak të mos përmbushjes së kontratës.